Kemi Amiuli, ky është moti në prill në borës, që shikoni këtu, shiko deti kristal i papar, asnjë njeri, asnjë çadër, asnjë gjë nuk ka. Vërdall ka ata dyqanet janë në dimër dhe për banorët, tu disa dyqane vërdall, nëse do të hash diçka, pish diçka në një restorant, po të kesh makinën vetë edhe në izuar në qendër të Borçit, vetë në Himar, Çeparon, Porto Palermo, apo këtej në Lukov, në Sarandë dhe në Ksamil, edhe tani para se të mbushet vendi këtu, se tani ku jemi ulur ne këtu, do bëhet nami vetëm me çadra, me gjëra. Tani për momentin nuk ka asnjëri dhe mund të rish bësh qefin tënd. Dhomat në gjithë Borçin janë mesatarisht, ato që janë gati, se shumicat nuk janë gati, sa t'i lajnë, t'i lyejnë, t'i fshin njëra tjetër, ato që janë gati janë me 30.000 lek nata. Edhe në prill, që rrallë herë vin njerëz, edhe në maj, edhe në qershor 30.000 lek vjetra, 30 euro për ata që nuk flasin me vjetra, 30 euro të rish për një natë. Pra vjen 2 net, ose vjen një natë të shtunën ikën dielën, ose vjen të premten dielën, i thon 60. Edhe shikon këtë vendin këtu. Nëse doni dhe ju dhoma, shkruani te Village Borç.